Atë ka thonë najherë naj kush Mos e gërëbaf, mos e gërëbaf, mos e gërëbaf, mos e gërëbaf. A e ke vrejt që ta aprish telefonit trupin. Qëndrimi i gjatë në telefon e ka pru një fenomen që njihet si text neck. Se cilën herë që ull qafën me orë të tona të scroll në TikTok, pesha e kokës rritet për shpinën tonë. Në vend se presioni me qenë 5-6 kg si që duhet, qafa mundet me ndje deri në 20-25 kg presion. Kjo nuk është bashkë qaq loj sa dokët, se gjithë barra shkën në qafë, shpatula e shtyllë korrizore. Qafa e nis me dhimt, ti jetu anku edhe trupi e merr formën e korasontit. E tash kjo nuk ndikon veç në pamjen tonë fizike në dhimbje kronike, po nikosisht një trup i përkulën nuk i lejon mushknit me funksionu me kapacitet të plot. E ku hem fitnessin në ekuacion këtu? Ushtrimet janë si kundërhelm ndaj kësaj për këtë problem modern. Ushtrimet rezistive të forcës për shpinë, shpatulla dhe trapez të ndihmojnë që me rikthy trupin në posturën e vet natyrale. Ushtrimet e core po ashtu e forcojnë bazën që ti mos më usham përpara. Edhe ushtrimet më të thjeshta si face pulls, rows apo edhe stretchingu i gjoksit të ndihmojnë ty me bë kogja një farë diferencë. Domethënë telefoni mundet në ta prish pak drejt qëndrimin, ama fitnessi e kthen ato në normalitet. Ti për me mësu ma shumë si kjo e tema tjera rreth fitnessit, mos pritoj me bë follow Urban FM dhe subscribe në YouTube.